Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Duke vazhduar, nata binte rënd mbi Tiranë dhe godina e gjamt e Gashi Grove pasqyronte dritat portokalli të bulevardit. Dëshmorët e kombit si një pasqyrë gjigante e varur në qiell. Aty brenda, në katet e sipërme, heshtja tashmë kishte pushtuar korridoret. Sallat e mbledhjeve ishin bosh, karriget ergonomike të rreshtuara me një përsosmëri ushtarake, kompjuterët të fikur. Vetëm dritat e emergjencës pulsonin diskretisht në përqoshe dhe rojet e natës bënin raundet e tyre me hapa të zvarritur, të lodhur nga një rutinë që nuk ndryshonte kurrë. Në katin e 23, ku ndodheshin zyrat e drejtorisë ekzekutive, vetëm një dritë ishte ende e ndezur. Ishte ajo e zyrës së mbështetjes administrative, një dhomës e ngushtë pranë zyrës madhështore të drejtorit të përgjithshëm. Aty, e ulur përballë një kompjuteri të vjetër që i duheshin shekuj për të ngarkuar çdo skedar, ishte Elira Berisha, 26 vjeç, me flokë gështenjë të mbledhur në një topuz të shpejtë. Rrath të zinj të thellë që i shënonin një fytyrë që dikur kishte qenë më e çlodhur. Ajo shtypte me nxitim, duke ju përgjigjur emaileve të vonuara, duke organizuar agjendën e ditës së nesërme, duke verifikuar çështje pezull që askush tjetër nuk shqetësohej t'i zgjidhte në atë orë të natës. Elira nuk ishte aty me dëshirën e saj. Kishte qëndruar jashtë orarit sepse drejtori i kishte lënë një pirë dokumentesh për t'u rishikuar para mbledhjes së parë të mëngjesit, dhe ajo e dinte se nëse nuk e bënte, do të dëgjonte ankesa para të gjithëve. Nuk mund t'ia lejonte vetes luksin të shgënjente. Çdo qindark e rrogës së saj vlente. Fjalë për fjalë. Në shtëpi, në lagjen e kombinatit, vëllai i saj i vogël, Luani, 17 vjeç, vari nga ilaçet që ajo blinte çdo muaj për të kontrolluar astmën kronike që e mundonte që fëmijë. Inhalatori, pompat, shurupet, të gjitha kushtonin shumë shtrenjtë për një buxhet të ngushtë si i tyre. Që kur nëna e tyre kishte ndëruar jetë, 3 vjet më parë, Elira kishte marrë përsipër e vetme përgjegjësinë për të mbajtur shtëpinë në këmbë dhe vëllain duke marrë frymë. Ajo psherti u thellë, hoqi syzet për të fërkuar sytë e lodhur dhe vështroi përreth. Luksi i atij kati e shqetësonte në një mënyrë të çuditshme. Dyshemeja prej mermeri italian, muret e veshura me dru fisnik, piktura abstrakte që kushtonin më shumë se sa do të fitonte ajo në 5 vjet. Gjithçka aty bërtiste para, pushtet, ekskluzivitet. Dhe ajo, me rrobat e saj të thjeshta të blera me ulje, me çantën e saj të vjetëruar të varur në karrige, dukej si një ndërhyrse në atë botë që nuk do të ishte kurrë e saja. Pikërisht atëherë ra telefoni. Nuk ishte telefoni i zakonshëm i recepcionit, ai që binte gjithë ditën me telefonata nga furnitor, klient dhe sekretare të kompanive të tjera. Ishte telefoni privat i CEO-s, Ardian Gashi, pronarit të perandorisë së biznesit që mbante mbiemrin e tij. Ajo linjë ishte e rezervuar, pothuajse e shenjtë. Shumë pak njerëz e kishin numrin. Elira e dinte se nuk duhej t'i përgjigjej. Ishte paralajmëruar që në ditën e parë të punës se ai telefon nuk ishte punë e saj. Kurrë. Por zilja vazhdonte. Këmbëngulse. E mprehtë. Duke e shpuar heshtjen e natës si një siren emergjence. Elira vështroi orën. 10:30 e natës. Kush do të telefononte në atë orë? Mos ishte një emergjencë? Mos ishte diçka që lidhej me kontratën e madhe për të cilën të gjithë flisnin nëpër korridore, atë marrëveshje milionere me një investitor të huaj që mund të ndryshonte drejtimin e kompanisë? Ajo kafshoi buzën e poshtme, e pavendosur. Nëse përgjigjej dhe ishte diçka e rëndësishme, ndoshta do të arrinte të ndihmonte. Nëse nuk përgjigjej dhe ishte vërtet urgjente, ndoshta faji do të binte mbi të sidoqoftë. Telefoni ra për herë të 10. Elira shtriu dorën e saj të dridhur, mori receptorin dhe, me një zë të ulët dhe hezitues, u përgjigj. Alo. Nga ana tjetër e linjës, një zë i thellë mashkullor, i prerë, i ngarkuar me një theks të huaj të theksuar, u dëgjua në receptor. Kush flet? Elira gëlltiti pështymën. Natën e mirë, zotëri. Emri im është Elira Berisha, jam sekretare në sektorin administrativ. Zoti Ardian Gashi nuk ndodhet për momentin. Mund të lë një mesazh? Pati një pauzë të gjatë, të rëndë. Pastaj zëri u kthye, edhe më serioz. Ti punon për Ardian Gashin? Po, zotëri. Jam asistente administrative e drejtorisë. Një tjetër pauzë.
Elira mund të dëgjonte zhurmën e letrave që shfletonin nga ana tjetër. Dëgjoje mirë atë që do të them. Emri im është Khalid Al-Thani. Jam investitori kryesor ndërkombëtar i kësaj kompanie. Kam orë të tëra që përpiqem të flas me Ardianin. Askush nuk përgjigjet. As ai, as ekzekutivët, as avokatët. Askush. Elira ndjeu zemrën t'i rrite me shpejtësi. Ajo e njihte atë emër. Të gjithë në kompani e njihnin. Khalid Al-Thani ishte magnati nga Katari, një nga njerëzit më të pasur në botë, përgjegjës për kontratën më të madhe që Gashi Group kishte mbyllur ndonjëherë. Një marrëveshje që përfshinte miliarda lekë dhe që do të garantonte zgjerimin e kompanisë në tregjet ndërkombëtare. Ai ishte, fjalë për fjalë, e ardhmja e kompanisë. Zoti Al-Thani, më vjen shumë keq. Në këtë orë nuk ka më askën nga drejtoria këtu. Por mund të përpiqem të lokalizoj zotin Ardian dhe t'i kërkoj të kthej telefonatën sa më shpejt të jetë e mundur. Nuk do të jetë e nevojshme. Do ta zgjidh këtë tani me ty. Elira ndjeu tokën t'i ikte nga këmbët. Zotëri, unë me të vërtet nuk e di nëse mundem, ti ke akses në kontratat që janë mbi tavolinën e Ardianit. Elira vështroi tavolinën prej druri mahagoni që shkëlqente në anën tjetër të ndarses së xhamit. Mbi të, pirgje të organizuara dokumentesh, dosje të etiketuara, një stilolaps Mont Blanc pranë një gote kristali të zbrazët. Kam, zotëri. Por unë nuk kam autorizim të prek dokumente konfidenciale. Zëri i Khalid u bë edhe më i ashpër. Atëherë më thuaj diçka. A e konsideron etike që dikush të ndryshoj një kontratë pa autorizimin tim? Elira rudhi vetullat e hutuar. Sigurisht që jo, zotëri. Kjo do të ishte totalisht jo etike. Atëherë shko te tavolina, merre kontratën përfundimtare që më është dërguar dje dhe lexo klauzolën e ekskluzivitetit absolut që shfaqet në faqen 17. Zemra e Elirës rrite aq fort sa mendonte se do t'i dilte nga goja. Me hapa të dridhur u ngrit, kaloi dhomëzën dhe hyri në zyrën e drejtorit. Ambienti mbante erë lëkure dhe parfumi të importuar. Mbi tavolin ishte një dosje lëkure e zezë me etiketën kontrata ndërkombëtare Al-Thani. Elira e hapi me kujdes, sikur po prekte diçka të ndaluar. Shfletoi faqet derisa arriti te e 17. Aty ishte klauzola, e theksuar me marker të verdhë dhe me shënime të vogla të shkruara me dorë në anë. Ajo lexoi me zë të ulët, hezitues. Klauzola e ekskluzivitetit absolut. Investitori bie dakord të mos krijoj partneritete apo marrëveshje të ngjashme me konkurrent të drejt për drejt apo të tërthort gjatë periudhës së vlefshmërisë së kësaj kontrate. Në nkërcënimin e një gjobe përprishje kontrate ekuivalente me 30% të vlerës totale të investuar. Heshtje nga ana tjetër. Pastaj zëri i Khalid shpërtheu, i kontrolluar por i egër. Kjo klauzol nuk ishte në kontratën që unë miratova. Ajo u fut pa pëlqimin tim, pa negociata, pa transparencë. Dikush në këtë kompani mendoi se mund të më mashtronte, të më mbërthente në një kusht abuziv dhe të priste që unë thjesht të firmosja pa e vënë re. Elira ndjeu gjakun t'i ngri. Zotëri, betohem se nuk e dija këtë. Unë jam vetëm një punonjëse e mbështetjes administrative, nuk marr pjesë në negociatat kontraktuale. E di këtë. Dhe pikërisht për këtë po flas me ty sepse ti je e vetmja person që ishte mjaftueshëm e ndershme për t'ju përgjigjur kësaj telefonate dhe për të pranuar se nuk ke fuqi vendimmarrëse. Kjo më tregon më shumë për karakterin e kësaj kompanie se të gjitha mbledhjet që kam pasur me ekzekutivët me kostume të shtrenjta. Elira mori frym thellë. Ndjeje e vogël, e parëndësishme, por në të njëjtën kohë përgjegjëse për diçka shumë më të madhe se ajo. Çfarë doni të bëj, zotëri? Dua që të shënosh saktësisht atë që do të them. Nesër në mëngjes do t'ia dorëzosh këtë mesazh personalisht Ardian Gashit. Thuaj se nëse deri në orën 10 të mëngjesit ai nuk e korrigjon këtë kontratë dhe nuk më jep një shpjegim të ndershëm se kush e autorizoi këtë ndryshim, unë anuloj gjithçka. Të gjithë investimin, të gjithë partneritetin. Dhe bëj çmos që ta bëj publik arsyen. E kuptove? Po, zotëri. Do ta dorëzoj mesazhin. Shpresoj. Sepse nëse nuk e bën këtë, mira vende pune do të zhduken. Dhe faji nuk do të jetë yti, por ti do të kesh qenë personi i fundit që mund ta kishte shmangur.
Telefonata u mbyll. Elira mbeti në këmbë, duke mbajtur telefonin e heshtur, sytë e ngulitur te kontrata e hapur përpara saj. Duart i dridheshin. Stomaku i ishte mbledhur kruspull. Sapo i ishte përgjigjur një telefonate që nuk duhej të ishte përgjigjur, kishte prekur dokumente që nuk duhej të kishte prekur dhe tani mbante një mesazh që mund të shpërthente gjithçka. Vështroi përreth. Heshtja e godinës së zbrazët nuk i ishte dukur kur kaq kërcënuese. E futi kontratën përsëri në dosje, fiku dritën e zyrës së drejtorit dhe u kthye te tavolina e saj. Nuk arriti të punonte më. Mbeti aty e ulur, duke vështruar telefonin, duke imagjinuar se çfarë do të ndodhte kur të linte dielli. Elira doli nga godina pothuajse në mesnatë. Rrugët e Tiranës ende gumzhinin nga lëvizja, makina që shpejtonin, autobus të mbushur plot, shitës ambulant që bërtisnin oferta në përqoshe. Ajo mori autobusin pranë sheshit Skënderbej, zbriti te 21 dhjetori për të ndëruar linjën dhe vazhdoi deri në kombinat. Udhëtimi zgjati pothuajse 1 orë e gjysmë. Kohë e mjaftueshme që mendja e saj të rrotullohej në radh të pafund, duke ripërsëritur çdo fjalë të telefonatës, çdo rrokje të kërcënimit. Kur arriti në shtëpi, një shtëpi e vogël 2 dhomëshe në një pallat të vjetër, gjeti Luanin të shtrirë në divan, duke parë televizor me volumin e ulët. Ai buzëqeshi kur e pa. U vonove sot, motër. Ajo sforcoi një buzëqeshje. Puna, Luan. E di si është. Luani u kollit lehtë, vuri dorën në gjoks dhe mori pompën që ishte në tavolinën e mesit. Bëri 2 sprucime të shpejta dhe mori frym thellë. Elira ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Ajo zhurmë, ai gjest, ajo luftë e përditshme e vëllait për të marrë frym. E gjithë kjo varej nga rroga e saj. E gjithë kjo varej nga fakti që ajo të mos e humbiste punën. Je mirë? Luani tundi kokën. Jam mirë. Vetëm i lodhur. Po ti, motër? Duket sikur ke parë një fantazmë. Elira hoqi këpucët, hodhi çantën në 2 sheme dhe u ul pranë tij. Vetëm lodhje edhe unë. Nesër do të jetë një ditë e gjatë. Ajo nuk i tregoi asgjë për telefonatën. Nuk i tregoi për kontratën. Nuk i tregoi për bombën me sahat që ishte gati të shpërthente. Luani nuk kishte nevojë ta mbante këtë peshë. Ai tashmë mbante mjaftueshëm në mushkëritë e tij. Atë natë, Elira pothuajse nuk fjeti. Rrotullohej në shtrat, vështronte tavanin e plasaritur, provonte mendërisht se çfarë do t'i thoshte drejtorit. Mendonte se do ta pushonin nga puna. Mendonte se do ta fajsonin. Mendonte për Luanin pa ilaçe. Mendonte se gjithçka do të shkërmoqej. Në 5 të mëngjesit, hoqi dorë nga gjumi. U ngrit, bëri një dush të ftohtë, veshi rrobat më pak të zhubrosura që kishte në garderobë dhe doli nga shtëpia para se të linte dielli. Donte të arrinte në zyrë herët. Donte të ishte aty kur të arrinte Ardian Gashi. Donte t'ia dorëzonte mesazhin dhe të lutej që gjithçka të shkonte mirë. Kur arriti te godina, portierët ende po ndërronin turnin. Roja i natës e përshëndeti, i habitur që e shihte kaq herët. Elira u ngjit në katin e 23, hyri në dhomëzën që ishte vendi i saj i punës dhe u ul, duke pritur. Minutat zvarriteshin si orë. Në 7:30 filluan të arrinin punonjësit e parë. Në 8, kati tashmë ishte plot lëvizje. Në 8:45, më në fund, u shfaq Ardian Gashi. Ai ishte një burr imponues. 42 vjeç, flok thinjur të prerë mirë, kostum blu i errët pa të meta, këpucë italiane që shkëlqenin. Kishte qëndrimin e dikujt që kishte lindur për të komanduar, shikimin e dikujt që nuk ishte kundërshtuar kurrë. Elirës i ishte dukur gjithmonë i largët, pothuajse i paarritshëm. Ai kalonte pranë saj çdo ditë pa e hedhur as shikimin në drejtimin e saj. Për të, ajo ishte e padukshme. Por atë mëngjes, Elira nuk do të ishte e padukshme. Ajo u ngrit, doli nga dhomëza dhe qëndroi në korridor, pikërisht përballë derës së zyrës së drejtorit. Ardiani po ecte i shpërqendruar, duke lëvizur në tabletin e tij, duke verifikuar emailet. Kur ishte gati të kalonte drejt e pranë saj, Elira mblodhi gjithë guximin që kishte dhe foli, me zë të dridhur por të prerë. Zoti Ardian. Duhet të flas me ju. Është urgjente. Ai ndaloi, ngriti syt nga tableti dhe e vështroi, i habitur.
ndoshta ishte hera e parë që e shihte vërtet. Urgjente? Po, zotëri. Mbrëm, unë mora një telefonat nga zoti Khalid Al-Thani. Fytyra e Ardianit ndryshoi menjëherë. Shpreja e habis I la vendin një tensioni të prekshëm. Ai vështroi përreth duke kontrolluar nëse dikush po dëgjonte dhe bëri një gjest të shpejtë që ajo të hynte në zyrën e tij. Brenda në zyrë, me derën e mbyllur, Ardiani la tabletin mbi tavolinë dhe kryqëzoi krahët. Ti ju përgjigje telefonit privat. Elira uli kokën. Po, zotëri. E di që nuk duhej, por ra kaq shumë herë dhe mendova se mund të ishte një emergjencë. Ardiani mori frym thellë duke kontrolluar irritimin. Dhe çfarë tha ai? Elira I tregoi gjithçka. Telefonatën. Akuzën. Klauzolën e ndryshuar. Kërcënimin e anulimit. Afatin e orës 10 të mëngjesit. Çdo fjalë I dilte me vështirësi, por ajo nuk la asgjë pa thënë. Ardiani dëgjonte në heshtje, nofulla e shtrënguar, sytë e ngulitur tek ajo. Kur Elira mbaroi, ai u kthye nga tavolina, mori dosjen e lëkurës së zezë dhe hapi kontratën. Shfletoi deri në faqen 17. Lexoi klauzolën. E rilexoi. Kaloi dorën nëpër fytyrë, I raskapitur. Kjo klauzol nuk ishte në versionin që unë miratova. Elira qëndroi në heshtje. Ardiani mori telefonin e brendshëm dhe thiri departamentin juridik. Më duhet historiku I plot I ndryshimeve të kontratës Al-Thani. Tani. E mbylli. Vështroi Elirën. Bëre mirë që më lajmërove. Nëse ai do të kishte anuluar pa e ditur unë arsyen, do të ishte një katastrofë. Elira ndjeu një lehtësim të ndrojtur, por ishte ende e tensionuar. Zotëri, më vjen vërtet keq që ju përgjigja telefonit pa autorizim. Ardiani tundi kokën. Haroje këtë. Ti më shpëtove nga një katastrofë. Tani unë duhet të zbuloj kush e vendosi këtë klauzol në kontratë pa miratimin tim. Dera u hap. Asistentja e departamentit juridik hyri me një dosje plot me letra. Ardiani e mori, e hapi dhe filloi të lexonte. Sytë e tij përshkonin rreshtat me një shpejtësi mbresëlënëse. Pa pritur, ndaloi. Rudhi vetullat. U kthye disa faqe pas. Kontrolloi datat. Kontrolloi firmat digjitale. Dhe pastaj, ngadalë, ngriti sytë drejt Elirës me një shprehje që ajo nuk arriti ta deshifronte. Sipas sistemit, ndryshimi I fundit në këtë kontratë është bërë duke përdorur llogarinë tuaj. Elira ndjeu botën ti shembej. Kjo është e pamundur. Unë kur nuk I kam prekur këto skedar. Unë as nuk kam akses në dokumentet kontraktuale. Ardiani ktheu ekranin e kompjuterit drejt saj. Aty ishte. Data. Ora. Llogaria. Elira Berisha Gashi, .al. Ndryshimi I regjistruar në orën 23:42 2 ditë më parë. Ajo tundi kokën, e dëshpëruar. Zotëri, betohem se nuk kam qenë unë. Dikush ka përdorur llogarinë time. Dikush po përpiqet të më vërë në kurth. Ardiani e studioi për një moment të gjatë. Pastaj, çuditërisht, ai tundi kokën. Të besoj. Elira gati sa nuk shpërtheu në lot nga lehtësimi. Por kjo do të thotë se dikush brenda kësaj kompanie është I gatshëm të sabotojë një kontratë miliardere dhe të hedhë fajin mbi ty dhe unë do të zbuloj se kush është. Ai mori telefonin përsëri, këtë herë duke telefonuar direkt sektorin e teknologjisë së informacionit. Dua një auditim të plotë të gjitha hyrjeve në sistem në 7 ditët e fundit. Dua të di kush ka hyrë, kur ka hyrë, nga ka hyrë. Dhe e dua këtë brenda një ore. E mbylli dhe vështroi Elirën. Ti nuk do të largohesh nga këtu derisa ta zgjidhim këtë. Ulu. Elira u bind, duke u dridhur. Ardiani u kthye te kompjuteri, filloi të rishikonte emailet, të kryqëzonte informacionet, të bënte telefonata. Mëngjesi po kalonte me shpejtësi. Afati I Khalid Al-Thani po afrohej. Dhe Elira, e ulur në atë karrige lëkure të butë, kuptoi se jeta e saj nuk do të ishte më kurrë e njëjtë. Tensioni në dhomë ishte aq I dendur sa Elira mezi merrte frym. Ardiani vazhdonte në telefon, duke kërkuar përgjigje, duke kryqëzuar të dhëna, duke shtrënguar të gjitha anët derisa dikush të lëshonte të vërtetën.
Ajo qëndronte e ulur, duart e gërshetuara në prerin e saj, duke u përpjekur të binte veten se e gjithë kjo ishte reale. Disa orë më parë, ishte vetëm një sekretare e padukshme që organizonte agenda dhe u përgjigjej emaileve. Tani ishte në qendër të një skandali korporativ që përfshinte miliarda lekë dhe një nga njerëzit më të fuqishëm të planetit. Në orën 9:45 të mëngjesit, vetëm 15 minuta para se të skadonte afati fatal i Khalid Al-Thani, dera u hap përsëri. Hyri një burr i gjatë, me syze me skele të hollë, flokë të krejur me gjel, i veshur me një kostum gri pa të meta. Ishte Fatos Koka, analist i lartë i Departamentit të Strategjisë Korporative, i njohur në korridore për inteligjencën e tij të mprehtë dhe ambicien e tij edhe më të mprehtë. Ai mbante një laptop nën krah dhe një shprehje shqetësimi të rrem në fytyrë. Ardian, dëgjova për problemin me kontratën Al-Thani. Erdha të ofroj ndihmën time. Ardiani ngriti syt, i irrituar. Çfarë lloj ndihme, Fatos? Po, unë kam marrë pjesë në negociatat fillestare. Njoh çdo presje të asaj kontrate. Mund të rishikoj gjithçka, të përgatis një justifikim teknik dhe t'ia paraqes investitorit. Ndonjëherë, këto situata kërkojnë pak aftësi diplomatike. Elira e vëzhgonte Fatosin me vëmendje. Kishte diçka në mënyrën se si ai fliste, një ton superioriteti të maskuar keq që e shqetësonte thellë. Ardiani, megjithatë, nuk duke i impresionuar. E vetmja gjë që Khalid Al-Thani dëshiron është transparenca. Dikush e ndryshoi kontratën pa autorizimin e tij. Dhe unë do të zbuloj se kush ishte. Fatosi bëri një buzëqeshje të shpejtë, pothuajse të padukshme. Sigurisht. Transparenca është thelbësore. Por duhet të mendojmë edhe për reputacionin e kompanisë. Nëse kjo del në treg, aksionet do të bien. Ndoshta është më mirë ta zgjidhim brenda, pa shumë bujë. Ardiani e mbylli laptopin me forcë. Të zgjidhim brenda do të thotë të fshehim. Dhe unë nuk do të fsheh asgjë. Nëse dikush këtu ka vepruar me keqbesim, do të paguaj për këtë. Fatosi e devijoi shikimin shpejt drejt Elirës, e cila ishte ulur në cep të dhomës, sikur vetëm tani e kishte vënë re praninë e saj. Buzëqeshja e tij u zgjerua, por syt mbetën të ftohtë. Ah, Elira. Nuk e dija që ishe e përfshirë në këtë. Mendova se ishte vetëm një çështje e drejtorisë. Elira ndjeu gjakun t'i vlonte, por e mbajti zërin të qetë. Unë ju përgjigja një telefonate nga zoti Al-Thani mbrëm. Ai po përpiqej të fliste. Me dik nga kompania dhe askush nuk përgjigjej. Fatosi lëshoi një të qeshur të shkurtër, përçmuese. E kuptoj. Pra tani sekretaret janë të autorizuara të përgjigjen telefonatave të investitorëve ndërkombëtar. Interesante. Ardiani përplasi dorën në tavolinë, duke bërë që Fatosi të bënte një hap prapa. Mjaft, Fatos. Po të mos ishte për Elirën, unë nuk do të dija asgjë për këtë. Ajo pati më shumë guxim dhe përgjegjësi se gjysma e ekzekutivëve të kësaj kompanie. Fytyra e Fatosit u ngurtësua. Ai hapi gojën për t'u përgjigjur, por u ndërpre nga zilja e telefonit. Ardiani u përgjigj menjëherë. Ardian Gashi. Nga ana tjetër, zëri i thellë dhe i ngarkuar me theks i Khalid Al-Thani u dëgjua përmes altoparlantit. Zoti Gashi. Është ora 9:57. Afati im pothuajse ka skaduar. Ardiani mori frym thellë. Zoti Al-Thani, unë zbulova se çfarë ndodhi. Dikush e ndryshoi kontratën pa miratimin tim dhe pa tuajin. Po hetoj brenda dhe do ta korrigjoj këtë menjëherë. Ju kërkoj të më jepni pak më shumë kohë për të identifikuar përgjegjësin dhe për të garantuar që kjo të mos ndodhë më kurrë. Heshtje nga ana tjetër. Pastaj zëri i Khalid u kthye edhe më serioz. Zoti Gashi, unë nuk bëj biznes me kompani që nuk kanë kontroll mbi kontratat e tyre. Por e pranoj se sekretarja juaj ishte e vetmja person që pati mirësjelljen të ishte e ndershme me mua. Për këtë arsye do t'ju jap një shans të fundit. Do të fluturoj për në Shqipëri. Dua të shoh personalisht se si funksionon kompania juaj. Dua të kuptoj se kush është vërtet në krye. Nëse nuk më pëlqen ajo që do të shoh, anuloj gjithçka në të njëjtin çast. Po nisem brenda 6 orësh. Shihemi nesër. Telefonata u mbyll.
Ardiani mbeti në këmbë, duke vështruar telefonin sikur ende mund të dëgjonte zërin e investitorit. Fatosi u kollit duke u përpjekur të tërhiqte vëmendjen. Ardian, mund të përgatisim një prezantim institucional, të thërasim ekzekutivet kryesor, të ndërtojmë një strategji komunikimi. Ardiani e ndërpreu me një gjest të thatë. Jo. Khalid nuk do teatër. Ai do të vërtetën. Dhe kjo është ajo që do t'i jap. U kthye nga Elira. Ti do të marrësh pjesë në mbledhjen me të. Ishe ti që ju përgjigje telefonatës, ishe ti që pate guximin të më lajmëroje. Ai kërkoi të shihte se si funksionon kompania vërtet. Dhe ti je pjesë e kësaj. Elira zgurdulloi sytë, e pabesueshme. Zotëri, nuk e di nëse jam personi i duhur. Unë nuk kuptoj nga negociatat ndërkombëtare, unë nuk. Ardiani ngriti dorën duke i prerë kundërshtimin. Ti kupton nga ndershmëria. Dhe kjo vlen më shumë se çdo më bë. Përgatitu. Nesër do të jetë një ditë vendimtare. Fatosi doli nga dhoma me fytyrë të vrenjtur duke përplasur derën me më shumë forcë se sa duhej. Elira mbeti vetëm me Ardianin. Ai ul në karrige, kaloi duart në përfytyrë dhe pshertiu thellë. Faleminderit. Elira u tremb, e hutuar. Për çfarë, zotëri? Që nuk u arratise. Që more përgjegjësinë të më tregoje të vërtetën. Shumë njerëz do ta kishin lënë këtë bombë të shpërthente vetë. Ajo uli syt. Unë bëra vetëm atë që mendoja se ishte e drejtë. Ardiani e vështroi me një intensitet që ajo nuk e kishte parë kur më parë. Nuk ishte shikimi i largët i shefit. Ishte shikimi i dikujt që vërtet e shihte atë. Po. Dhe kjo është më e rrallë se sa imagjinon ti. Elira doli nga dhoma me këmbë që i dridheshin. Në korridor u kryqëzua me disa kolege që e vështruan me një kuriozitet të maskuar keq. Në ashensor, në tualete, në dhomat e kafes, thashe themet tashmë po qarkullonin. Sekretarja e katit të 23 kishte shpëtuar kontratën më të madhe në historinë e kompanisë. Ose kishte shkaktuar skandalin më të madh. Ose, varësisht nga versioni, kishte një lidhje me drejtorin. Elira u përpoq të injoronte shikimet, bisedat që vdisnin kur ajo afrohej, buzëqeshjet e rreme që haste rrugës. U kthye në dhomëzën e saj, u ul në karrigen e ngushtë dhe u përpoq të kthehej në punë. Por ishte e pamundur të përqendrohej. Mendja e saj rrotullohej rreth të njëjtave pyetje. Kush e kishte përdorur llogarinë e saj për të ndryshuar kontratën? Pse? Dhe çfarë tjetër do të vinte? Gjatë pushimit të drekës, Elira zbriti në zonën e ushqimit të godinës tregtare pranë. Bleu një pjatë të lirë, oriz, fasule, pulë të pjekur dhe sallat, dhe u ul vetëm në një tavolinë në cep. Po luante e shpërqendruar me ushqimin kur dikush tërhoqi karrigen pranë saj dhe u ul pa kërkuar leje. Ishte Fatimja, përgjegjësja e pastrimit të katit të 23, një grua rreth të 50-tave, me flokë thinjur të mbledhur në një topuz të ulët, sy të zgjuar që nuk humbisnin asgjë. Fatimja punonte aty prej më shumë se 15 vjetësh dhe njihte çdo sekret, çdo thashë them, çdo lëvizje të asaj godine. E po, moj goc. U bëre e famshme. Elira bëri një buzëqeshje të lodhur. Nuk ishte tamam kështu, zonja Fatime. Fatimja hapi kutinë e saj të ushqimit, plot me oriz dhe mish me qep. E di mirë si ishte. Dëgjova gjithçka. Ju përgjigje telefonit të shefit të madh, fole me arabin miliarder, shpëtove kontratën dhe tani të gjithë po flasin për ty. Elira pshertiu. Nuk e di nëse e shpëtova. Bëra vetëm atë që duhej të bëja. Fatimja përtypej ngadalë duke e vëzhguar. E di çfarë kam mësuar gjatë gjithë këtyre viteve këtu? Njerëzve nuk u pëlqen ai që bën atë që duhet bërë. U pëlqen ai që bën atë që i konvenon. Dhe ti, bia ime, bëre atë që nuk i konvenonte shumë njerëzve. Elira rudhi vetullat. Si kështu? Fatimja u përkul përpara duke ulur zërin. Ka njerëz këtu që nuk donin që kjo kontratë të ecte. Ka njerëz që fitojnë më shumë nëse kompania mbetet e vogël, e kontrollueshme, pa u rritur shumë. Ndryshimi i tremb ata që janë rehat. Elira ndjeu një të ftohtë në shpinë. Ju mendoni se dikush e sabotoi kontratën me qëllim? Fatimja ngriti supet. Unë nuk mendoj asgjë.
Vetëm pastroj dhomat dhe dëgjoj se çfarë flasin muret. Dhe ato flasin shumë, ta dish. Elira u kthye në punë edhe më e shqetësuar. Pas dite, ndërsa organizonte dokumentet, dëgjoi zëra që vinin nga salla e mbledhjeve pranë. Dera ishte gjysmë e hapur. Pa dashur të ishte kurioztare, por e path të injoronte, ajo u afrua ngadalë. Njohu zërin e Fatos Kokës, duke folur me dik me ton të ulët por të prerë. Kjo nuk mund të vazhdoj. Ajo nuk ka kapacitet të jetë në këtë mbledhje. Do të na bëj të dukemi keq para Althanit. Një zë tjetër, që Elira nuk e njohu, u përgjigj. Por Ardiani duket se i beson asaj. Fatosi bëri një të qeshur të thatë. Ardiani po ngatëron mirënjohjen me kompetencën. Ajo ju përgjigj një telefoni. Vetëm kaq. Nuk do të thotë se kupton nga biznesi ndërkombëtar. Zëri i panjohur hezitoi. Po sikur ajo vërtet të mos ketë pasur lidhje me ndryshimin e kontratës? Fatosi qëndroi në heshtje për një moment. Pastaj u përgjigj me një ton që i ngriu gjakun Elirës. Sistemi thotë se ishte ajo. Dhe sistemi nuk gënjen. Elira u tërhoq ngadalë me zemrën që i rrite fort. U kthye te tavolina e saj, u ul dhe mbeti duke vështruar ekranin e kompjuterit pa parë asgjë. Fatosi po punonte kundër saj. Po mbillte dyshime, po përhapte mosbesim. Dhe më e keqja, po përdorte sistemin si provë. Atë natë, Elira u kthye në shtëpi e raskapitur. Luani ishte në dhomën e ndenjes duke bërë detyrat e shkollës. Ai ngriti syt kur ajo hyri. Si kalove, motër? Ajo sforcoi një buzëqeshje. E gjatë. Shumë e gjatë. Luani mbylli fletoren. Je e çuditshme që dje. Ka ndodhur diçka? Elira hoqi këpucët, u ul pranë tij dhe, për herë të parë, pati dëshirë t'i tregonte gjithçka. Por vështroi fytyrën e dobët të vëllait, rrafët e zinj që i shënonin sytë e tij tepër të rinj, pompën e astmës mbi tavolinë, dhe vendosi se ai nuk kishte nevojë ta mbante këtë peshë. Asgjë e veçantë. Vetëm punë. Luani nuk u duk i bindur, por nuk këmbënguli. Ai e njihte mjaftueshëm mirë për të ditur kur ajo nuk donte të fliste. Atë natë, Elira mezi fjeti përsëri. Rrotulloi në shtrat duke menduar për Fatosin, për Khalid Althanin, për Ardianin, për gjithçka që mund të shkonte keq. Kur më në fund e zuri gjumi, ishte pothuajse 4 e mëngjesit. Dita tjetër agoi e hirë. Elira u zgjua me zilen e orës që i binte pa pushim, bëri një dush të shpejt, veshi rrobat më të paraqitshme që kishte, një kostum blu të errët të thjeshtë por të mirëmbajtur, dhe doli nga shtëpia para se të zgjohej Luani. Arriti te godina në 7 të mëngjesit. Kati i 23 ishte i zbrazët. Ajo hyri në dhomëzën e saj, ndezi kompjuterin dhe u përpoq të përgatitej mendërisht për atë që do të vinte. Në 8:30 arriti Ardiani. Ai e thiri në zyrën e tij. Khalid Althani ulet në 10. Do të vi direkt këtu. Kam përgatitur një sallë mbledhjesh në katin e 25 të rezervuar pa ndërhyrje. Dua që ti të jesh atje. Elira gëlltiti pështymën. Çfarë doni të bëj, zotëri? Ardiani e vështroi në sy. Thjesht bëhu vetvetja. E ndershme. E drejt për drejt. Ishte kjo që fitoi besimin e tij. Në 10:45 të mëngjesit, Khalid Althani hyri në godinën e Gashi Group si një forcë e natyrës. I gjatë, i veshur me një kostum të bërë me porosin ngjyrë qymyri, flokë të zinj të krejur në mënyrë të përsosur, shikim depërtues dhe qëndrim të dikujt që ishte mësuar të komandonte perandori. Ai shoqërohej nga 2 këshilltar, po aq elegant dhe serioz. Ardiani e priti në hall, i shtrëngoi dorën me vendosmëri dhe e çoi në katin e 25. Në sallën e mbledhjeve, një tavolinë e gjatë prej xhami, karrige lëkure, një muritër me dritare me pamje nga qyteti i Tiranës. Dhe, në këmbë pranë tavolinës, nervoze por e vendosur, Elira. Khalid ndaloi sapo hyri në dhomë. Sytë e tij përshkuan ambientin duke regjistruar çdo detaj derisa u ndalën te Elira. Ai eci drejt saj, i shtriu dorën dhe tha, me një theks të ngarkuar por me zë të prerë. Ti je vajza e re që ju përgjigje telefonatës sime. Elira i shtrëngoi dorën duke ndjer forcën e shtrëngimit. Po, zotëri. Emri im është Elira Berisha.
Khalid e studioi për një moment të gjatë. Pastaj tundi kokën. Faleminderit që pate guximin të më dëgjoje. Ardiani tregoi karriget. Ju lutem, zoti Althani. Le të bisedojmë. Të gjithë u ulën. Khalid hapi një dosje lëkure, nxori një kopje të kontratës dhe e vendosi mbi tavolinë. Zoti Gashi, unë nuk kam ardhur këtu për lojra. Kam ardhur për të kuptuar se çfarë ka ndodhur dhe për të vendosur nëse ka ende besim të mjaftueshëm për të vazhduar përpara. Ardiani tundi kokën. E kuptoj plotësisht. Dhe do të jem totalisht transparent me ju. Dikush e ndryshoi kontratën pa miratimin tim dhe pa tuajin. Ndryshimi u regjistrua në sistem duke përdorur llogarinë e Elirës. Por unë jam i bindur se ajo nuk ka pasur asnjë lidhje me këtë. Khalid vështroi Elirën. Po ti? Çfarë ke për të thënë? Elira mori frym thellë. Zoti Althani, unë kur nuk I kam prekur dokumentet kontraktuale. Nuk kam akses në këto skedar. Dikush ka përdorur llogarinë time për ta bërë këtë. Nuk e di kush, por betohem se nuk kam qenë unë. Khalid qëndroi në heshtje, gishtat e gërshetuar mbi tavolinë. Pastaj pyeti me zë të qetë. Pse ju përgjigje telefonit tim atë natë? Elira hezitoi, pastaj u përgjigj me sinqeritet. Sepse ju po telefononit pa pushim. Dhe mendova se mund të ishte një emergjencë. E dija se nuk duhej të përgjigjesha, por diçka më tha se ta injoroja do të ishte më keq. Khalid tundi kokën ngadalë. Dhe pse mendon se dikush do të përdorte llogarinë tënde? Elira uli sytë. Nuk e di, zotëri. Ndoshta sepse jam personi më pak I rëndësishëm këtu. Nëse diçka do të shkonte keq, do të ishte e lehtë të ma hidhnin fajin mua. Khalid vështroi Ardianin. Po ju, zotëri? Pse I besoni asaj? Ardiani nuk hezitoi. Sepse ajo pati guximin të më tregonte të vërtetën edhe pse e dinte se mund të pushoj nga puna për shkak se ju përgjigj atij telefoni. Ajo nuk u përpoq të fshihej, nuk u përpoq të mbronte veten. Thjesht bëri atë që ishte e drejtë. Khalid u mbështet në karrige, mendueshëm. Pastaj u kthye përsëri nga Elira. Më thuaj diçka, Elira. Po të ishe në vendin tim, do ta mbaje këtë kontratë? Pyetja e kapi Elirën në befasi. Ajo vështroi Ardianin, I cili e inkurajoi me një tundje të lehtë të kokës. Mori frym thellë dhe u përgjigj. Po të isha në vendin tuaj, zotëri, unë do t'i jepja një shans. Por vetëm nëse kompania do të provonte se është e gatshme ta korrigjojë gabimin, të identifikojë përgjegjësin dhe të garantoj se kjo nuk do të ndodhë më kurrë. Besimi ndërtohet me vepra, jo me fjalë. Khalid buzëqeshi për herë të parë që kur kishte hyrë në dhomë. Një buzëqeshje e vogël, pothuajse e padukshme, por e sinqertë. Ti je më e mençur se shumë ekzekutiv që kam njohur. Ardiani shfrytëzoi momentin. Zoti Althani, unë e kam gati korrigjimin e kontratës. E kam hequr klauzolën e ekskluzivitetit absolut dhe jam kthyer te versioni origjinal që ju miratuat. Përveç kësaj, po kryej një hetim të brendshëm rigoros për të identifikuar se kush e bëri ndryshimin. Dhe kur ta zbuloj, ai person do të mbaj përgjegjësi. Khalid mori versionin e ri të kontratës, e lexoi faqe pas faqeje me një vëmendje të përpikt. Më në fund, e mbylli dokumentin dhe vështroi Ardianin. Do ta mbaj partneritetin. Por me një kusht. Ardiani u përkul përpara. Cili, zotëri? Khalid tregoi me gisht Elirën. Dua që ajo të jetë pjesë e ekipit të ndjekjes së kësaj kontrate. Jo si sekretare. Si përfaqësuese e transparencës që kjo kompani duhet të ketë. Nëse në ndonjë moment do të kem nevojë të flas me dikë që të më thotë të vërtetën, dua të kem mundësi ta telefonoj atë. Elira gati sa nuk ra nga karrigia. Ardiani zgurdulloi syt, por shpejt e mblodhi veten. Do të ishte një nder, zoti Althani. Khalid u ngrit, I shtriu dorën Ardianit dhe pastaj Elirës. Atëherë kemi një marrëveshje. Mbledhja mbaroi. Khalid dhe këshilltarët e tij dolën nga dhoma. Ardiani mbeti në këmbë, duke vështruar Elirën me një shprehje që përziente habin dhe admirimin. A e kupton se çfarë sapo ndodhi? Elira tundi kokën, ende në shok. Ardiani buzëqeshi.
Ti sapo u promovove nga klienti më i rëndësishëm në historinë e kësaj kompanie. Lajmi u përhap nëpër kompani si një zjarr i pakontrollueshëm. Sekretarja e katit të 23, ajo që askush nuk e kishte vënë re kur, ishte promovuar personalisht nga investitori më i fuqishëm i portofolit. Reagimet ishin nga më të ndryshme. Disa punonjës e përshëndetnin me sinqeritet në korridore, të impresionuar nga historia. Të tjerë e shikonin me një zili të maskuar keq, duke përshpëritur kur ajo kalonte. Dhe kishte edhe nga ata që thjesht nuk besonin, të bindur se kishte diçka që nuk shkonte, diçka të fshehur, diçka që nuk kishte kuptim. Fatos Koka ishte ndër ata që nuk besonin. Ai e kaloi pjesën tjetër të asaj pasditeje i mbyllur në zyrën e tij, duke telefonuar kontakte, duke rishikuar dosje, duke u përpjekur të kuptonte se si një punonjëse pa formim ekzekutiv, pa përvojë në negociata ndërkombëtare. Pa asnjë kurs MBA, mund të kishte fituar besimin e Khalid Al-Thanit brenda pak minutash. Nuk kishte kuptim. Për të, i cili kishte studiuar në universitetet më të mira, i cili kishte një karrierë të ndërtuar tull pas tulle, kjo ishte një thyrje personale. Ndërkohë, Elira përpiqej të përpunonte gjithçka që po ndodhte. Ardiani e kishte thirrur për një mbledhje të shpejtë menjëherë pas largimit të Khalidit, duke i shpjeguar se ajo do të transferohej në një sektor të ri, të krijuar posaçërisht për të ndjekur ekzekutimin e kontratës me investitorin nga Katari. Do të kishte një zyrë të saj, akses në informacione të privilegjuara, pjesëmarrje në mbledhje strategjike. Rroga, natyrisht, do të rregullohej. Elirës gati sa nuk i ra të fikët kur dëgjoi vlerën. Ishte pothuajse 3 fishi i asaj që fitonte. Mjaftueshëm për të bler ilaçet e Luanit pa pasur nevojë të numëronte çdo qindar. Mjaftueshëm për të marrë frym për herë të parë pas vitesh me pak më shumë qetësi. Por gëzimi ishte i përshkuar nga një frikë e vazhdueshme. Sepse Elira e dinte se ai promovim kishte një çmim. Ajo tani ishte një objektiv. Kushto që kishte sabotuar kontratën, kushto që kishte përdorur llogarinë e saj për të ndryshuar klauzolën, nuk do të pranonte thjesht që ajo po fitonte vizibilitet dhe pushtet. Kishte dik në hije, dik të gatshëm ta shkatëronte. Dhe ajo duhej të zbulonte se kush ishte para se të ishte tepër vonë. Në fund të asaj pasditeje, ndërsa Elira organizonte gjërat e saj të pakta për t'u zhvendosur në zyrën e re, Fatimia u shfaq duke shtyr karrocën e pastrimit. Ajo ndaloi te dera, vështroi përreth dhe buzëqeshi. E po, moj goc. Tani u bëre zonjë. Elira rrotulloi syt, por buzëqeshi gjithashtu. As nuk duket, apo jo, zonja Fatime. Ende un jam. Fatimia hyri, mbylli derën pas vetes dhe uli zërin. Dëgjo këtu. Duhet të kesh kujdes. Ka njerëz në këtë godinë që nuk ta duan të mirën. Elira rudhi vetullat. Ju dini diçka? Fatimia mori një leckë dhe filloi të pastronte tavolinën, sikur po bënte thjesht punën e saj. Mbrëm, kur po pastroja katin e sipërm, dëgjova një bisedë. 2 burra, nuk pash se kush ishin, por po flisnin për ty duke thënë se ti do të digjeshe në fund, se nuk e dije se ku po futeshe. Elira ndjeu një të dridhur. Than gjë tjetër? Fatimia ndaloi së pastruari dhe e vështroi drejtë në sy. Than se kishin mënyra për të hequr nga rruga. Dhe se do t'i përdornin. Elira gëlltiti pështymën. Fatimia i vuri dorën në shpatull, një gjest amësor dhe i prerë. Kujdes, bia ime. Dhe nëse ke nevojë për diçka, më kërko. Unë kam sy e vesh në gjithë këtë godinë. Fatimia doli, duke marrë karrocën. Elira mbeti në këmbë, zemra i rrite fort në gjoks. Duhej të ishte e zgjuar. Duhej të ishte vigjilente. Sepse tani lufta ishte shpallur. Atë natë, kur arriti në shtëpi, Elira gjeti Luanin në kuzhinë, duke u përpjekur të përgatiste darkën. Ai ishte me fytyrë të vrenjtur, qartësisht i frustruar me makaronat që ishin ngjitur në fund të tenxheres. Lëre ta bëj unë, Luan. Luani pshërtiu, i lehtësuar. Faleminderit, motër. U përpoqa, betohem. Ajo buzëqeshi, e largoi vëllain me dashuri dhe filloi të shpëtonte atë që mund të shpëtohej. Ndërsa gatuante, Luani u ul në tavolinë dhe e vëzhgonte. Motër, je ndryshe. Elira e vështroi mbi supe. Ndryshe si? Nuk e di. Më serioze. Më e shqetësuar. Ka ndodhur diçka në punë?
Elira fiku zjarin, shërbeu makaronat në 2 pjata dhe u ul pranë tij. Ka ndodhur. Por ka qenë diçka e mirë. I tregoj me kujdes për promovimin. Nuk hyri në detaje për kontratën, për Khalid Al-Thanin, për sabotimin. Thjesht tha se ishte njohur për punën e saj dhe se tani do të kishte një post më të mirë dhe një rrogë më të madhe. Luani zgurdulloi syt. Seriozisht, motër? Sa mirë. E meriton. Elira buzëqeshi, por buzëqeshja nuk I arriti të syt. Faleminderit, Luan. Ai e vuri re hezitimin. Por ti nuk je e lumtur. Elira pëshertiu. Jam. Vetëm se kam edhe frikë. Frikë nga çfarë? Se nuk do t'ja dal. Se do të zhgënjej njerëzit që më besuan. Luani shtriu dorën dhe ja kapi të sajën. Ti nuk ke zhgënjur kur askënd, motër. Ti je personi më I fortë që njoh. Elira I shtrëngoi dorën vëllait duke ndjerë sytë t'i digjinin. Luani gjithmonë dinte saktësisht se çfarë të thoshte. Të nesërmen në mëngjes, Elira arriti në godinën e Gashi Grove me një përzierje ankthi dhe vendosmërie. Zyra e saj e re ndodhej në katin e 24, një kat I ndërmjetëm midis drejtorisë ekzekutive dhe departamenteve operacionale. Ishte një zyrë e vogël, por kishte një dritare xhami me pamje nga bulevardi, një tavolinë druri të çelët, një karrige të rehatshme dhe, mbi të gjitha, privatësi. Për herë të parë, ajo do të kishte një hapësirë vetëm të sajën. E kaloi mëngjesin duke organizuar ambientin, duke lidhur kompjuterin, duke rregulluar lartësinë e karriges. Në orën 10, Ardiani u shfaq te dera. Mund të hyj? Elira u ngrit shpejt. Sigurisht, zoti Ardian. Ai hyri, vështroi përreth dhe tundi kokën, duke aprovuar. Është mirë këtu. Është shkëlqyeshëm. Faleminderit. Ardiani u ul në karrigen e vizitorëve, një gjest I pazakontë për një drejtor të përgjithshëm. Ai normalisht I priste njerëzit në zyrën e tij, nuk shkonte te ta. Elira, dua që të kuptosh diçka. Nga tani e tutje, ti do të jesh e ekspozuar. Do të marrësh pjesë në mbledhje me ekzekutiv që nuk do t'u pëlqej prania jote. Do të kesh akses në informacione që shumë njerëz do të donin t'i fshinin. Dhe, mbi të gjitha, do të jesh objektivi I atij që u përpoq të sabotonte kontratën. Elira tundi kokën, serioze. E di. Ardiani e studioi për një moment. Ke frikë? Ajo hezitoi, pastaj u përgjigj me ndershmëri. Kam. Por kam më shumë frikë të kthehem të jem e padukshme. Ardiani buzëqeshi, një buzëqeshje e vogël por e sinqertë. Ti nuk do të jesh më kurrë e padukshme. Ai u ngrit, eci drejt derës, por para se të dilte, u kthye përsëri. Nëse ke nevojë për çfarëdo qoftë, më kërko. Nuk ka rëndësi ora. Elira ndjeu diçka të çuditshme në gjoks, një ndjesi që nuk arrinte ta emërtonte. Ardiani doli dhe ajo mbeti përsëri vetëm, por këtë herë me sigurinë se nuk ishte plotësisht e pambrojtur. Mbledhja e parë strategjike ku Elira mori pjesë u mbajt pasditën e po asaj dite. Ishte një mbledhje për ekzekutimin e kontratës me Khalid Al-Thanin, që përfshinte drejtorët kryesor të kompanisë. Elira hyri në sallën e mbledhjeve të katit të 25 dhe ndjeu peshën e të gjitha shikimeve mbi të. Ekzekutiv me kostume dhe kravata, gra me taka të larta dhe kostume të bëra me porosi, të gjithë e vëzhgonin me një përzierje kurioziteti dhe mosbesimi. Ardiani ishte ulur në krye të tavolinës. Ai I bëri një shenjë Elirës të ulej pranë tij. Fatos koka ishte në anën tjetër, me fytyrë të vrenjtur, sytë e ngulitur të Elira me një intensitet të bezdisshëm. Ardiani e hapi mbledhjen. Miq, para se të fillojmë, dua të prezantoj zyrtarisht Elira Berishën. Ajo do të jetë përfaqësuesja jonë e transparencës në kontratën Al-Thani, një kërkesë e vet investitorit. Çdo komunikim me të do të kaloj përmes saj. Një murmurim përshkoi sallën. Fatosi pastroi fytin dhe foli me një ton të kujdesshëm neutral. Me gjithë respektin, Ardian, a nuk do të ishte më e përshtatshme të vendosnim dik me përvojë në marrëdhënie ndërkombëtare në këtë pozicion? Ardiani e vështroi drejt për drejt. Khalid Al-Thani nuk kërkoi përvojë në marrëdhënie ndërkombëtare. Ai kërkoi dik të cilit I beson. Dhe ai dikush është Elira.
Fatosi nuk u përgjigj, por nofulla e tij u shtrëngua në një mënyrë që e bënte të qartë se çfarë mendonte. Mbledhja vazhdoi. U diskutuan afate, objektiva, strategji zbatimi. Elira dëgjoi gjithçka me vëmendje, duke mbajtur shënime, duke u përpjekur të përthithte sa më shumë informacion të ishte e mundur. Në një moment të caktuar, një nga drejtorët financiar sugjeroi një klauzol shtesë që do të rriste marzhin e fitimit të kompanisë në kurriz të një tarife shtesë për investitorin. Ardiani rudhi vetullat. Por kjo nuk ishte në marrëveshjen origjinale. Drejtori ngriti supet. Jo. Por mund të rinegociojmë. Është një praktikë e zakonshme. Elira, e cila deri atëherë kishte qëndruar e heshtur, nuk mundi të përmbahej. Zëri i saj doli i ulët, por i prerë. Me gjithë respektin, mendoj se kjo do të ishte një gabim. Të gjitha shikimet u kthyen nga ajo. Fatosi kryqëzoi krahët, një buzëqeshje sarkastike në buzë. Dhe pse do të ishte një gabim, Elira? Ajo mori frym thellë, duke ndjer peshën e përgjegjësisë. Sepse Zoti Althani e bëri shumë të qartë se vlerëson transparencën mbi gjithçka. Ai pranoi ta mbante kontratën pikërisht sepse kompania e pranoi gabimin dhe e korrigjoi. Nëse përpiqemi të rinegociojmë tani, ai do të mendojë se po kthehemi te praktikat e vjetra. Dhe atëherë po që do ta humbasim besimin e tij për gjithmonë. Heshtje. Drejtori financiar u duk i bezdisur. Fatosi rrotulloi syt. Por Ardiani tundi kokën ngadalë. Elira ka të drejtë. Nuk do të prekim atë që tashmë është rënë dakord. Pika tjetër e rendit të ditës. Fatosi u përkul përpara, duke vështruar drejt për drejt Elirën. Elira, a e kupton se po flasim për miliona euro, apo jo? Nuk është një vendim që merret bazuar në hamendje. Elira e vështroi drejtë në sy, pa e shmangur shikimin. Nuk është hamendje. Është respekt për atë që është rënë dakord. Tensioni në dhomë ishte i prekshëm. Ardiani ndërhyri para se diskutimi të nxehej më tej. Elira është këtu pikërisht për këtë. Për të garantuar që të mos devijojmë nga ajo që kemi premtuar. Le të vazhdojmë. Mbledhja mbaroi një orë më vonë. Ndërsa të gjithë po dilnin, Fatosi kaloi pranë Elirës dhe pëshpëriti, aq ulët sa vetëm ajo ta dëgjonte. Kujdes mos e marrësh veten për më të zgjuar se sa je në të vërtetë. Elira ndjeu një të ftohtë në shpinë, por nuk u përgjigj. U kthye në zyrën e saj, mbylli derën dhe qëndroi për një moment të gjatë, duke u përpjekur të qetësonte zemrën që i rrite fort. Në ditët në vijim, rutina e Elirës ndryshoi plotësisht. Ajo merrte pjesë në mbledhje, rishikonte dokumente, bisedonte drejt për drejt me ekipin e Khalid Al-Thanit përmes videokonferencave. Ishte sfiduese, raskapitse, por edhe jashtëzakonisht stimuluese. Për herë të parë në jetë, Elira ndjente se zëri i saj kishte rëndësi, se opinionet e saj dëgjoheshin. Por jo gjithçka ishte pozitive. Thashethemet vazhdonin të rriteshin. Qarkullonin histori se ajo e kishte marrë promovimin vetëm sepse kishte një lidhje me Ardianin. Thoshin se ishte një oportuniste, se e kishte manipuluar situatën në favor të saj. Elira përpiqej të ignoronte, por fjalët e lëndonin. Sidomos sepse vinin nga njerëz që më parë as nuk e përshëndetnin. Një pasdite, ndërsa pinte kafe në kuzhinën e vogël të katit të 24, dëgjoi dy punonjëse duke biseduar. Ato nuk e pan të hynte. A e beson se Elira po fiton 3 fishin e asaj që fitonte më parë? Seriozisht? Pse? Çfarë ka bërë kaq të veçantë? Tjetra bëri një të qeshur dashakeqe. Nuk e di. Duhet të ketë bërë diçka të veçantë për shefin, nëse më kupton. Elira ndjeu fytyrën t'i digjej nga zemërimi dhe turpi. La filxhanin e kafes në lavaman, u kthye dhe doli nga kuzhina pa thënë asgjë. U kthye në zyrën e saj, mbylli derën dhe ju deshën disa minuta për të ardhur në vete. Ishte po atë pasdite që ndodhi ngjarja që do të ndryshonte gjithçka. Elira por i shikonte emailet kur mori një mesazh urgjent nga sektori IT-s. Subjekti ishte hetimi i hyrjeve të parregullta. E hapi emailin me zemrën që i rrite me shpejtësi dhe lexoi, duke u zbehur gjithnjë e më shumë. Raporti i bashkëngjitur tregonte një sër hyrjesh në sistemin korporativ duke përdorur kredencialet e saj, por të bëra nga adresa IP që nuk përkonin me kompjuterin e saj.
Më shumë se kaq, hyrjet kishin ndodhur në orare kur ajo ishte provueshmërisht jashtë godinës, përfshirë ditën kur kontrata ishte ndryshuar. Kishte regjistrime hyrjeje në 11 të natës, kur Elira ishte tashmë në shtëpi, dhe në 5 të mëngjesit, kur ende po flinte. Ishte prova që i duhej. Dikush i kishte vjedhur kredencialet dhe i kishte përdorur për të hyrë në dokumente konfidenciale. Por kush? Dhe si? Elira e printoi raportin, mori çantën dhe vrapoi drejt zyrës së Ardianit. Trokiti në derë me urgjencë. Ai u përgjigj, pa shprehjen në fytyrën e saj dhe e la të hynte menjëherë. Çfarë ka ndodhur? Ajo i zgjati raportin. Itja më në fund e përfundoi auditimin. Dikush ka përdorur kredencialet e mia për të hyrë në sistem nga jashtë godinës, në orare kur unë nuk isha këtu. Ka të gjitha regjistrimet. Ardiani mori dokumentin, e lexoi shpejt dhe fytyra e tij u tensionua. Kjo provon se ti je përdorur. Dikush të ka vjedhur emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin. Por kush? Si? Ardiani mori telefonin. Do ta zbuloj. Në ditët në vijim, hetimi u intensifikua. Ekipi i tës gjurmoi adresat IP, kryqëzoi informacionet, kontrolloi regjistrat e hyrjeve. Dhe, më në fund, arritën në një përfundim shqetësues. Hyrjet e parregullta ishin bërë nga një kompjuter i vetë godinës, por nga një sektor tjetër. Sektori i strategjisë korporative. Sektori i fatos kokës. Ardiani thiri një mbledhje urgjente. Vetëm ai, Elira, drejtori i IT-s dhe shefi i sigurisë së informacionit. Mbyllën derën, e kyçën dhe filluan të konfrontonin provat. Nëse do të ishit në vendin e Elirës, a do të besonit provave apo do të kërkonit më shumë hetime para se të akuzonit dikë kaq me ndikim sa fatosi? Na tregoni në komente. Drejtori i IT-s hapi një laptop dhe tregoi të dhënat në ekran. Hyrjet kanë ardhur nga një kompjuter i regjistruar në emër të fatos kokës. Por nuk mund të garantojmë se ka qenë ai që i ka bërë hyrjet. Mund të ketë qenë dikush tjetër duke përdorur makinën e tij. Ardiani përplasi grushtin në tavolinë. Por është në sektorin e tij. Nën përgjegjësinë e tij. Kjo nuk është rastësi. Elira, e cila deri atëherë ishte në heshtje, më në fund foli. Na duhen më shumë prova. Nëse akuzojmë pa siguri absolute, ai do ta kthejë këtë kundër nesh. Ardiani e vështroi, i impresionuar nga kthjellësia e saj edhe në mes të këtij stuhje emocionale. Ke të drejtë. Shefi i sigurisë së informacionit sugjeroi. Mund të instalojmë një monitorim diskret. Nëse ai përpiqet të hyjë përsëri duke përdorur kredenciale të palëve të treta, do ta kapin në flagrancë. Ardiani ra dakord. Bëjeni këtë. Dhe mbani sekret absolut. Askush tjetër nuk duhet ta di. Atë natë, Elira doli nga godina me ndjesinë se po mbante një peshë gjigante. E dinte se po i afrohej të vërtetës. E dinte se fatosi ishte i përfshirë. Por gjithashtu e dinte se ai ishte i fuqishëm, me ndikim i mbrojtur nga njerëz të rëndësishëm. Ta konfrontoje atë pa prova të pakundërshtueshme do të ishte vetvrasje profesionale. Arriti në shtëpi e raskapitur. Luani ishte në dhomën e ndenjes duke parë televizor. Ai e vuri re lodhjen në fytyrën e saj. Motër, duhet të pushosh. Ajo sforcoi një buzëqeshje. E di, Luan. Së shpejti e gjithë kjo do të kaloj. Por ndërsa e thoshte këtë, e dinte se stuhia sapo kishte filluar. Pritja për lëvizjet e ardhshme të fatosit ishte torturuese. Elira vazhdonte rutinën e saj duke marrë pjesë në mbledhje, duke ju përgjigjur emaileve të Khalid Al-Thanit, duke ushtirur sikur gjithçka ishte normale. Por brenda ishte në gjendje alarmi të vazhdueshëm. Çdo shikim i fatosit në sallën e mbledhjeve duke i ngarkuar me kërcënim. Çdo koment sarkastik i tij për transparencën dhe kompetencën tingëllonte si një provokim i fshehur. Monitorimi diskret i instaluar nga ekipi i IT-s funksiononte në heshtje, duke regjistruar çdo lëvizje në sistemin korporativ. Ardiani e mbante Elirën të informuar çdo ditë, gjithmonë në biseda private, larg veshëve kureshtar. Ata zhvilluan një lloj partneriteti, një bashkëpunim që shkonte përtej profesionales. Elira e vinte re mënyrën se si Ardiani e shikonte, sikur po shite tek ajo diçka që askush tjetër nuk e shite.
Dhe ajo, nga ana e saj, filloi të admironte jo vetëm ekzekutivin e suksesshëm, por burrin që fshihej pas fasadës korporative. Një pasdite, kur Elira ishte vetëm në zyrën e saj duke rishikuar raporte financiare, Ardiani u shfaqte dera. Ai nuk trokiti, thjesht hyri dhe mbylli derën pas vetes. Kishte diçka ndryshe në mënyrën e tij, një tension që ajo nuk arrinte ta deshifronte. Duhet të bisedojmë. Elira la letrat. Ka ndodhur diçka? Ardiani u ul, kaloi dorën nëpër flok dhe pshertiu thellë. Elira, që kur filloi e gjithë kjo, unë kam menduar shumë. Për kompaninë, për njerëzit tek të cilët besoj, për atë që vërtet ka rëndësi. Ajo priti në heshtje, pa e ditur se ku do të dilte kjo. Dhe kuptova diçka. Ti më kujtove se kush isha unë para se të bëhesha ky version i ngurtë i ekzekutivit. Më kujtove se guximi nuk është të kesh pushtet, por të bësh atë që është e drejtë edhe kur të gjithë po të thonë të bësh të kundërtën. Elira ndjeu fytyrën ti nxehej. Zoti Ardian, unë bëra vetëm atë që çdo person duhet të bëj. Ai tundi kokën. Jo. Shumica e njerëzve do ta kishin lënë atë telefon të binte derisa të lodhej. Shumica do të kishin mbrojtur lëkurën e tyre në vend që të më tregonin të vërtetën. Ti nuk je si shumica. Pati një heshtje të gjatë. Ardiani u përkul përpara, sytë e ngulitur të saj. Doja të falënderoja. Që më zgjove. Elira nuk dinte çfarë të thoshte. Ndjente zemrën t'i rrite fort, një ndjesi e çuditshme po i pushtonte gjoksin. Para se të mund të përgjigjej, telefoni i Ardianit ra. Ai u përgjigj, dëgjoi për disa sekonda dhe fytyra e tij u bë serioze. Po vi. E mbylli dhe vështroi Elirën. Monitorimi ka kapur diçka. Eja. Ata zbritën së bashku në dhomën e sigurisë së informacionit në bodrumin e godinës. Atje, shefi itës i priste me një shprehje serioze. Në ekranin e kompjuterit, një sër regjistrimesh hyrjeje pulsonin me të kuqe. Kemi pasur një tentativë hyrjeje në 3 të mëngjesit sot. Dikush u përpoq të hynte në sistem duke përdorur kredencialet e Elirës, por këtë herë arritëm ta gjurmonim në kohë reale. Ardiani u afrua te ekrani. Nga erdhi hyrja? Tekniku klikoi disa komanda dhe një adresë IP u shfaq. Nga brenda godinës. Sektori i strategjisë korporative. Kompjuter i regjistruar në emër të Fatos Kokës. Ardiani shtrëngoi grushtet. Ka mundësi të dim nëse ishte ai vetë që bëri hyrjen? Tekniku hezitoi. Teknikisht, jo. Por kemi kamerat e sigurisë. Mund të verifikoj se kush ishte në atë kat në 3 të mëngjesit. Kaluan minutat e ardhshme duke rishikuar regjistrimet. Dhe ja ku ishte. Fatos Koka duke hyrë në godinë në 2:45 të mëngjesit, vetëm duke përdorur kartën e hyrjes. Duke u ngjitur në katin e 22, ku ndodhej sektori i tij. Duke hyrë në zyrën e tij. Dhe duke dalë vetëm 40 minuta më vonë, saktësisht në orën kur u regjistrua hyrja e parregull. Ardiani vështroi Elirën, pastaj shefin e sigurisë. Kjo është provë e mjaftueshme. Shefi i sigurisë tundi kokën. Më shumë se e mjaftueshme. Ardiani nxori celularin nga xhepi dhe bëri një telefonat. Mblidh këshillin ekzekutiv. Tani. Salla e mbledhjeve të katit të 25. Është urgjente. Një orë më vonë, salla e mbledhjeve ishte plot. Të gjithë drejtorët ekzekutiv, departamenti juridik, shefi i burimeve njerëzore dhe, natyrisht, Fatos Koka. Ai hyri në sallë me buzëqeshjen e tij të sigurt si gjithmonë, duke përshëndetur kolegët, pa e pasur idenë se çfarë do të ndodhte. Ardiani ishte në këmbë në krye të tavolinës, Elira pranë tij. Fatosi rudhi vetullat kur e pa atë aty, por nuk komentoi asgjë. U ul, kryqëzoi këmbët dhe priti. Ardiani filloi me zë të prerë dhe të kontrolluar. Ju kam mbledhur të gjithëve këtu sepse kemi zbuluar se kush e sabotoi kontratën me Khalid Al-Thanin. Një zhurmë përshkoi sallën. Fatosi u përkul përpara, duke u shtirur i interesuar. Seriozisht? Dhe kush ishte? Ardiani e vështroi drejt për drejt. Ti. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Fatosi u tremb, i hutuar, pastaj lëshoi një të qeshur nervoze. Unë? Për çfarë po flet, Ardian?
Ardiani bëri një shenjë dhe shefi i tës hapi një laptop në tavolinë, duke projektuar të dhënat në ekranin e madh në mur regjistrime hyrjesh, adresa IP, regjistrime orari. Të gjitha tregonin kompjuterin e Fatosit. Ti përdore kredencialet e Elirës për të hyrë në sistem dhe për të ndryshuar kontratën. E bëre këtë për të sabotuar partneritetin me Althanin dhe, kur gjithçka shkoi keq, u përpoqe t'ia hidhje fajin asaj. Fatosi u ngrit vrullshëm, fytyra e kuqe nga zemërimi. Kjo është qesharake. Do të më akuzosh bazuar në regjistrime sistemi? Çdo kush mund ta kishte përdorur kompjuterin tim. Ardiani mbeti i qetë. Çdo kush? Edhe në 3 të mëngjesit sot? Një shenjë tjetër. Imazhet e kamerave të sigurisë filluan të shfaqeshin në ekran. Fatosi duke hyrë në godinë. Fatosi duke u ngjitur. Fatosi duke hyrë në zyrën e tij. Fatosi duke dalë. Gjithçka me vulë kohore, gjithçka e regjistruar. Fatosi u zbe. Hapi gojën për të folur, por asgjë nuk doli. U përpoq përsëri. Unë isha duke punuar. Kisha raporte të vonuara. Ardiani kryqëzoi krahët. Në 3 të mëngjesit. Duke përdorur kredencialet e dikujt tjetër. Duke hyrë në dokumente kontraktuale që nuk janë të fushës tënde. Një nga drejtorët e këshillit, një burr me flokë të bardhë dhe qëndrim serioz, foli. Fatos, a është e vërtet kjo? Fatosi vështroi përreth, duke parë se ishte në kurth. Sytë e tij kaluan te Elira dhe në ta kishte një përzierje urrejtjeje dhe dëshpërimi. Unë bëra atë që ishte më e mira për kompaninë. Ajo kontratë na lidhte shumë, i jepte shumë pushtet një investitori të jashtëm. Unë vetëm u përpoqa të mbroja interesat tona. Ardiani përplasi dorën në tavolinë. Të mbroje apo të kontrolloje? Ti nuk e duron dot që kompania të rritet përtej asaj që ti mund të manipulosh. Dhe kur pes se kontrata do të ndodhte sidoqoftë, u përpoqe të shkatërosh Elirën për të mbuluar gjurmët e tua. Fatosi drejtoi gishtin nga Elira. Ajo është një askush. Një sekretare që nuk di asgjë për biznesin ndërkombëtar. Dhe papritur është ulur pranë CEOs duke marrë vendime, duke ndikuar në drejtime strategjike. Kjo nuk ka kuptim. Ardiani bëri një hap përpara, zëri i ulët por i ngarkuar me autoritet. Ka plot kuptim. Sepse ajo ka diçka që ti nuk e ke pasur kurrë. Integritet. Fatosi hapi gojën për t'u përgjigjur, por Ardiani ja preu. Je i pushuar nga puna. Për shkak të justifikuar. Sabotim korporativ, falsifikim të hyrjeve dhe tentativ për shpifje. Departamenti juridik do të përgatisë dokumentet. Mblidh gjërat e tua dhe largohu nga godina sot. Fatosi mbeti në këmbë, duke marrë frymë rënd, grushtet e shtrënguara. Pastaj, në një akt të fundit zemërimi, u kthye nga Elira. Ti mendon se fitove. Por kjo nuk do të zgjas. Dikush si ti nuk do t'i përkas kur kësaj bote. Elira e vështroi dhe për herë të parë që kur kishte filluar gjithçka, u ndje plotësisht e sigurt në vetvete. Ndoshta ke të drejtë. Ndoshta unë nuk do t'i përkas kur një bote ku njerëz si ti lulëzojnë. Dhe e di çfarë? Jam shumë mirë me këtë. Fatosi doli duke përplasur derën. Salla mbeti në heshtje. Pastaj, ngadalë, një nga drejtorët filloi të duartrokiste. Një tjetër ju bashkua. Dhe së shpejti e gjithë salla po duartrokiste. Elira ndjeu sytë t'i digjinin, por i mbajti lotët. Ardiani e vështroi dhe buzëqeshi. Ja dole. Ajo buzëqeshi gjithashtu, ende duke përpunuar gjithçka. Ja dolëm. Në ditët që pasuan, lajmi për pushimin nga puna të Fatosit u përhap nëpër kompani. Reagimet ishin të përziera. Disa u shokuan, të tjerë u lehtësuan. Por të gjithë e kuptuan mesazhin. Gashi Group nuk do të toleronte sabotim, gënjeshtër apo manipulim. Dhe Elira, gruaja që shumë e kishin nënvlerësuar, ishte tani simboli i këtij qëndrimi të ri. Khalid Althani, kur u informua për gjithçka që kishte ndodhur, i dërgoi një email personal Elirës. Në të, thoshte se besimi i tij ishte konfirmuar, se ajo ishte pikërisht lloji i personit që i duhej tregut, dhe se shpresonte të punonte me të për shumë vite. Elira e lexoi atë email. 3 herë, mezi duke besuar se ishte e vërtetë. Marrëdhënia mes Elirës dhe Ardianit gjithashtu ndryshoi.
Nuk ishte më vetëm profesionale. Kishte një lidhje, një mirëkuptim reciprok që shkonte përtej mureve të zyrës. Ata filluan të hanin drekë së bashku, të bisedonin për gjëra që nuk kishin lidhje me kontrata apo mbledhje. Ardiani i tregonte për vetminë e të qenit në krye, për mënyrën se si kishte humbur miq gjatë ngjitjes korporative. Elira fliste për Luanin, për luftën e përditshme për ta mbajtur atë të shëndetshëm, për frikën e vazhdueshme se mos nuk ishte e mjaftueshme. Dhe ishte në një nga këto biseda, një pasdite me shi të së premtes, që Ardiani më në fund tha atë që e kishte ruajtur për javë të tëra. Elira, duhet të them diçka. Ajo e vështroi, kurioze. Mund të flasësh. Ardiani hezitoi, pastaj vazhdoi. Kur ti u përgjigje atij telefoni, kur erdhe të më tregoje të vërtetën duke e ditur se mund të pushoheshe nga puna, diçka tek unë ndryshoi. Kam kaluar vite duke ndërtuar këtë kompani, i rrethuar nga njerëz që thonë saktësisht atë që dua të dëgjoj. Dhe papritur shfaqesh ti, që nuk ke frikë të më kundërshtosh, që nuk ke frikë të bësh atë që është e drejtë edhe kur është e vështirë. Elira ndjeu zemrën t'i rrite me shpejtësi. Dhe Ardiani buzëqeshi, një buzëqeshje e ndrojtur që ajo nuk e kishte parë kur më parë. Dhe rash në dashuri. Elira mbeti pa fjalë. Hapi gojen, e mbylli, u përpoq të përpunonte atë që sapo kishte dëgjuar. Zoti Ardian, unë. Ai ngriti dorën. E di që jam shefi yt. E di që ka një ndryshim pushteti, pozicioni. Dhe prandaj nuk do të bëj presion. Vetëm duhej që ti ta dije. Sepse ta fshija këtë po më vriste. Elira u ngrit, i ra rreth tavolinës dhe qëndroi përballë tij. Ardiani e vështroi duke pritur. Edhe unë ndjej diçka. Që nga ajo bisedë e parë, kur ju thatë se nuk isha vetëm. Por kam frikë. Frikë nga çfarë? Se kjo nuk është e vërtetë. Se është vetëm mirënjohje, ose admirim, ose nuk e di çfarë. Se kur e gjithë kjo të kaloj, ti do të kuptosh se unë nuk jam e mjaftueshme. Ardiani u ngrit gjithashtu, ja kapi duart me delikatesë. Elira, ti je personi më real që kam njohur ndonjëherë. Dhe kjo është më se e mjaftueshme. Ata qëndruan aty, duar për duar, pa e ditur saktësisht se çfarë të bënin më pas. Derisa Elira, duke mbledhur gjithë guximin që kishte, u përkul dhe e puthi Ardianin. Ishte një puthje e butë, hezituese, por e ngarkuar me gjithçka që asnjëri prej tyre nuk arrinte ta thoshte me fjalë. Kur u ndan, Ardiani buzëqeshi. E po? Çfarë bëjmë tani? Elira buzëqeshi gjithashtu. Do të ecim ngadalë. Një ditë në një kohë. Ardiani ra dakord. Një ditë në një kohë. Muajt kaluan. Kontrata me Khalid Al-Thanin u ekzekutua në mënyrë të përsosur. Gashi Group u rrit, hapi tregje të reja, punësoi qindra punonjës. Dhe Elira, nga sekretare e padukshme, u bë një nga ekzekutivet më të respektuara të kompanisë. Jo sepse kishte një diplom nga një universitet elitar, por sepse kishte diçka shumë më të vlefshme. Karakter. Marrëdhënia mes Elirës dhe Ardianit vazhdoi të evoluonte. Ata ruajtën diskrecionin në mjedisin e punës, por jashtë tij ishin të pandashëm. Luani e adhuronte Ardianin, veçanërisht pasi ai siguroi mjekët më të mirë për të trajtuar astmën e djalit. Për herë të parë pas vitesh, Luani arrinte të merrte frymë pa vështirësi, të vraponte pa u lodhur, të jetonte pa frikë. Një natë, Elira ishte në shtëpi me Luanin kur i ra celulari. Ishte Ardiani. Je e zënë? Jo. Pse? Zbrit poshtë. Jam para pallatit tënë. Elira zbriti me vrap, e intriguar. Ardiani ishte mbështetur te makina, duke mbajtur një buqet me lule të thjeshta, luledele të bardha. Ai buzëqeshi kur e pa. Çfarë është kjo? Ardiani i zgjati lulet. Një festë. Kontrata Al-Thani u rinovua për 5 vjet të tjera. Dhe Khalid kërkoi specifikisht që ti të vazhdosh si përfaqësuese e transparencës. Elira mori lulet e emocionuar. Seriozisht? Ardiani tundi kokën. Por ka më shumë. Doja të bëja një pyetje. Elira priti, zemra i rrite fort. Ardiani mori frymë thellë. Elira Berisha, a pranon të zhvendosesh në një zyrë më të madhe? Në katin e 25.
Me titullin drejtoresh e marrëdhënieve ndërkombëtare? Elira zgurdulloi syt. Drejtoresh. Ardiani Buzqeshi. E meriton. Dhe më shumë se kaq, e ke fituar. Jo sepse je afërt me mua, por sepse je pikërisht ajo që je. Elira ju hodh në krah, duke e përqafuar fort. Ardiani e mbajti, duke qeshur lehtë. Do ta marr këtë si një po. Ajo u largua, duke fshirë lotët që i rridhnin nëpër fytyrë. Është një po. Për gjithçka. Ardiani e vështroi, i hutuar. Për gjithçka? Elira Buzqeshi, atë Buzqeshi që ai e donte aq shumë. Për promovimin. Për ne. Për çfarëdo që të vi. Ardiani e puthi pikërisht aty, para pallatit të thjeshtë të kombinatit, në dritën e dobët të shtyllës, të rrethuar nga zhurma e qytetit që nuk flinte kurrë. Dhe në atë moment, Elira kuptoi se jeta e saj kishte ndryshuar përgjithmonë. Jo sepse fitoi para apo status, por sepse mësoi se guximi nuk është të mos kesh frikë. Është të bësh atë që është e drejtë edhe kur frika përpiqet të të paralizojë. Javë më vonë, në një ceremoni të vogël por domethënëse, Elira mori zyrtarisht postin e drejtoreshës së marrëdhënieve ndërkombëtare. Khalid Al-Thani bëri çmos të ishte i pranishëm përmes videokonferencës dhe mbajti një fjalim emocionues se si një telefonat e marrë në mes të natës ndryshoi jo vetëm rrjedhën e një kontrate, por mënyrën se si ai shihte kompanitë me të cilat bënte biznes. Fatimia, punonisja e pastrimit që ishte bërë mike dhe besnike e Elirës, ishte gjithashtu aty, e ftuar personalisht prej saj. Kur Elira u ngjit në skenë për të marrë pllakën e emërimit, Fatimia ishte e para që u ngrit dhe duart trokiti, me lot krenarie në sy. Dhe Luani, i ulur në rreshtin e parë, shikonte gjithçka me një buzëqeshje të madhe në fytyrë. Motra e tij, ajo që kishte kaluar vite duke luftuar vetëm për të mbajtur shtëpinë në këmbë dhe mushkëritë e tij duke funksionuar, ishte aty, duke u njohur, duke u vlerësuar, duke u parë. Pas ceremonisë, kur të gjithë ishin larguar, Elira mbeti vetëm në sallën e mbledhjeve, duke vështruar nga dritarja qytetin e Tiranës. Ardiani hyri në heshtje, qëndroi pranë saj dhe i kapi dorën. Për çfarë po mendon? Elira Buzqeshi. Se si filloi e gjithë kjo? Me një telefonat. Me një zgjedhje. Me vendimin për të bërë atë që ishte e drejtë edhe pa e ditur se ku do të dilte. Ardiani i shtrëngoi dorën. Dhe ja vlejti? Ajo e vështroi atë burrin që kishte mësuar ta shihte përtej paraqitjeve, që kishte zgjedhur të vërtetën në vend të leverdisë. Ja vlejti çdo sekondë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Elirës dhe Ardianit të ketë prekur zemrat tuaja. Nëse jeni emocionuar me udhëtimin e kësaj gruaje guximtare që e transformoi një telefonat të thjeshtë në një ndryshim të plotë të jetës, klikoni butonin pëlqej. Abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju la më shumë mbresa në këtë histori. Ishte guximi i Elirës për t'u përballur me të fuqishmit? Ishte romanca që lindi në mes të kaosit korporativ? Apo ishte mësimi se ndonjëherë të bësh atë që është e drejtë vlen më shumë se çdo diplomë apo postë? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, zgjedhjet që na përcaktojnë dhe dashuritë që na transformojnë. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do të luajë me emocionet tuaja dhe do t'ju bëjë të reflektoni për guximin, të vërtetën dhe fuqinë për të mos hequr dorë kurrë nga të qenit ai që jeni vërtet.